Përfshirja e lumit Vjosa në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s është një moment historik për Shqipërinë dhe mbrojtjen e natyrës. Ky status është një vulë e rëndësishme ndërkombëtare që forcon pozicionin e Shqipërisë si një vend që ruan vlerat natyrore, unike dhe të paprekura. Ka qenë një punë voluminoze, edhe shumë e lodhshme në fakt, por ajo që është më e rëndësishme është që arritëm një status dhe një certifikim shumë të rëndësishëm që i shërben në fakt të gjithë komuniteteve që përshkon lumi Vjosa. Janë 26 rezervate që u shpallën si rezervat biosfere, njëna këto është edhe lumi Vjosa. Benefitet do të jenë të jashtëzakonshme në fakt që kanë të bëjnë me ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit që ofron e gjithë lugina e parkut kombëtar lumi Vjosa, që përfshin lumin Drinos, lumin e Bënçës dhe Shushicën, sepse siç e dim, të treja këto deg janë pjesë e parkut kombëtar të Vjosës. Aktualisht po zhvillohen aksione pastrimi përgjatë luginës së Vjosës me përfshirjen e komuniteteve lokale, institucioneve dhe vullnetarëve. Ka nisur që nga sesionet informuese dhe edukuese nga zyra administrimit të parkut kombëtar të lumit Vjosa, ka qenë aksionet e pastrimit që ne kemi zhvilluar të paktën 2 herë në muaj. Sigurisht kemi bërë evidentime të gjitha pikave që mund të kenë ndonjë problematik dhe gjithçka tjetër. Është gjithë kjo punë që po bëhet fal edhe një plani të menaxhimit në të cilin ne bazohemi dhe veprojmë mbi ta. Përfshirja e lumit Vjosa në UNESCO nuk është vetëm një sukses për Shqipërinë, por edhe një angazhim i vazhdueshëm për mbrojtjen e natyrës dhe trashëgimisë tonë të përbashkët. Tashmë sfidë është që kjo pasuri e rrallë natyrore të ruhet, të menaxhohet dhe të shërbejë si një shembull për brezat që vijnë.